markete masdite. Kom mësus, Leo, se nështë ajo do këtë absurde, po unë këto në fushate kom dërmen me eksozuket. Kom mësus, jep mësim para dite i shkreti, edhe mas dite punon në market, për me marrë një rrugë tjetër, për me mujtë me mbajtë familjen. Deri shtu kemi pru punën. Ushtari me punu kamarjer, edhe mësusi me punu në market. Deri shtu ka ardhë puna. Qëtu me ne qytetarët e Kosovës i shohim pse, sepse nëse kanë pos edhe një fjali e kryva mbal. Nëse kanë pos shpresë me Institutet e Turq, që ja llojmë Albin Kurti, ato që tha Albeni, 51% se tash mundet pa opozitën me bo qeverin, kush është ai që sot mendon se prap Albin Kurti? Po do i mor Albin Kurti 70%, prap si bën 80 deputet, prap duhet për neve. Prandaj thash, mos t'i afrohemi logjikës bolshevike ku 51% që interpretohet si 100%, po të kuptojmë si realitet që duhet më. Nëse kuptojmë që elektorati ka kësi dëshirë është bllokuesët situatës për shembull. Nëse opozita i kish pas 57 deputet, a ish zgjidh presidenti? A ish zgjedh? Paktën të kaluam në opozitë, më pak numra, nëse po besojmë që elektorati është, si më thonë, një strukturë e cila mundet me vendos edhe në kësi matematika, me këthy ndryshe, pra, nëse Albin Kurti ka pas 57 deputet, se ka llogarit në reakcion e elektoratit. Në sytë e elektoratit sot, posti krye parlamentarit është i parazlefshëm me postin e kryeministrit edhe me postin e presidentit. Ja, nuk pajzo. Për shkak se çfarë rëndësi ju ka dhënë vjet, gjithë ajo betejë politike që u bë vjet 4-5 muaj. Prej opozitës është kriju percepcioni që çaq është ai post i rëndësishëm, që në fakt edhe ti e tha më herët, që ai vetë spiker është moderator i seancave të kuvendit. Rezistencë s'ka qenë për postin e kujtohet percepcioni sot ekziston që është njëri ndër 3 pozicionet më të rëndësishme. Lëvizëve të vendosje nuk ka me pas president as para dhe pas zgjedhjeve. Për shkak se asnjë sondazh ndryshon përqindja e partive. Është ndryshim shumë drastik duhet të thënë. Lëvizave të vendosje me rreth 30 deputet. Jo, 40 do të merra veç. Si të bie 40 so lojtar për president. Po veç nëse llogaritë më mbot atë listë serbe. Jo, sigurisht, nominalisht se s'po llogarisëm ato, po nëse llogaritë ajo është në rregull, por nëse llogaritë do të pas një rronje kaq të madhe për me defaktorizuar si po do më rasiguru diçka, do më rasiguru diçka të postoj. Jo, sigurisht, do më rasiguru Jo, unë jo siguroj që në të bjen Albin Kurti 45 deputet. Me lut me shku zgjedhje nuk ka me shku mase e din që ka me ramë 30 herën tjetër. Kështu që hiç para në 40. Që mendoj që ramjen që ka me psun këto zgjedhje, ka me ndiku që Albin Kurti me menu mirë, aja qet me vazhdu dhe matutje këtë qasë që blokuse. Kështu që jo pa tjetër në 40 deputet. Qëto e kalkulimet gabushme që po i bani edhe mandej po bënin qëto graca, se qështë është prit edhe në shkurt, do me krejt blokadën për nuk ka ra. Opozita të mi pas 2 plane, qka nëse bjen, po qka dhe nëse nuk bjen. Edhe që du të me pas edhe një plan qka nëse Zotri Kurti është prap faktori cili i duhen votat për me zgjedh presidentin ashëm. Për ndryshe kemi me hyrë në qëtë ciklin, që ai po e parë lajmëran të zgjedhëve të një pasnjëshme. Dhe tutna, do të një mundësi është që do të shkarkohet prap një krizë edhe kushtetuese. Nëse nuk e bëjnë, është mirë, por mund ta bëjnë me rastin e antarit të KQZ-s që nuk është duke emëruar zonja Albulena Axhiu si shtruese detyrës presidentes, e që shumë gabim presidentja Osman ja ka mundësu, ja ka lanë një penalti dhe një mundësi për me keq përdor. Do të mundet në këtë rast ajo mos ta emëroj, deri në momentin e fundit, kur vjen për shpallët e zgjedhjeve, ta propozoj ose PDK-s ose VV, që njëra palë ta ankohet në gjykatën kushtetuese dhe mandej mos t'i shpallë zgjedhjet për të thënë që jemi duke pritur një vendim të gjykatës kushtetuese për me shty prap në një kohë të favorshme për verë kur është një mundësi për me maksimizu. Jo të fregu që ti skenari të krijimit të një krize dhe më shpallës... Mi shty jo për në qështon, po mi shty zgjedhjet për korrekt. Për korrekt. Duke që i konvenon vetë vendosjes. I konvenon ma shumë vetë vendosjes. Për shkak se synimi strategjik i lëvizjes vetë vendosjes është me rujt pushtetin përmes fushësuesve detyrës. Mëse u qetë normal, kemi të dhe po në ashtë kjo mirë për opozita më përgadit për këtë skenarë. Mram këtu kanë qenë deputet televizjes vetë vendosjes dhe si pas tyre pra nëse nuk ka president deri tajtë në ardhshme, duhet shkohet zgjedhje dhe do të jetë 31 maj ose 7 Po lëvizja vetëvendosje është treguar vazhdimisht që nuk ka fort kështu shqetësim për shkeljet kushtetuese dhe prolongimin e situata, është diçka që mundet më pritet dhe opozita do të qenë e gatshme çfarë skenari ka me pas në rast se kjo ndodh. Po mendoj që veç domos me përdor që termin opozitë, se në fakt s'po duket e saktë.
për shkak se këto janë partitë ndome, është parti opozitore në armiqësimin njëna tjetrën. Kështu që veç të dirikojmë se me thonë PDK-ja, LDK-ja, OK-ja, se me thonë opozit, me ne që jemi të hyjnë edhe partive, edhe si më thonë haku se tash kur po folim për opozitin ato fol për PDK-n se i kemi për vallë, po opozita është në një këtë, veç të kryjë, se 3 herë më dërhyjë të, po është se kryjë. Shumë për zgjata. Jo se zgjata, e shpes që të kontrolu vetëm. Për mati që të shë, Leo... Kështë e kryjë të se leo dërhyti. Dërhyti, Leo dërhyti, kështë që që më dërhyti për kuj. Për një qeverije, cila ka tendenca autoritarisë, është teren perfekt, kur nuk i kuvend funksional, për me mbikëshyr punën e pushtetit, ekip ushtrusin e detyrës së presidentit, që efektivisht është president, i ka krejt kompetencat si të presidentit, dhe kështu banë zgjidh një pas njëshme, formohet një kuvend i cili duhet sa për të miratu bugjetin, qysh e bëri tash me procedurë të shpejtuar, e qysh atër të regon që tendenca ka qenë për me bloku dhe me shku në zgjedhje mos me pas president, do të me njëherë si u votu zgjatja për muajin mars e bugjetit, me njëherë është propozu me procedurë të shpejtuar që të miratohet edhe bugjet, se dënë të sa ma shpejt ta kryj këtë punë dhe mos të ketë shqetësim bugjetin e shtetit. Dhe kështu, kjo mund të shkoj sidomos është të rrezikshme deri në vitin 2027 në gusht, kur i përfundon mandati dhe anëtarëve të gjykatës kushtetuese, e ku s'mund të kemi pasaj as gjykatë ku mund të kontestohen krejt këto vendime të cilat bëhen në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës. E kjo është një plan që kushdo që pyet tash pse VV-s po i konvenojnë zgjedhjet, që kjo është rreziku më i madh dhe arsyeja që nuk po gjej tjetër për një qeverisje me dekrete të kryeministrit pa kuvend dhe kështu të hymë në një cikël ku i gjithë sistemi aktual rrezikohet edhe ky rand kushtetues mos tjetë më në shqyrtim. Çfarë po bën Kurti vazhdimisht pse po në lloj mënyrë manipulon me opozitën është e krijon një farë përshtypje që është cigati për marrëveshje. Edhe e ka bo pak me PDK në fillim, dhe pas vendim gjykatës kushtetuese, fokusi ti ka qenë tek LDK-ja, për shkak se ka tentu me minimizu efektin që Vjosa Osmani mund ta ketë me bashkimin me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Duke pas LDK-n si potencialisht partnere për të bashkëqeverisë, ka arrit pak me ull efektin që Vjosa Osmani do të mund ta kishte në një bashkim me LDK-n. Tek rezultati zgjedhjeve, VV-ja ka abuzu me resurse shtetërore, nuk është që zgjedhjet kanë qenë jo të lira dhe jo demokratike. Kur të abuzesh me resurse shtetërore, nuk janë zgjedhje drejta dhe barabarta, sepse procesi zgjedhor ka qenë i drejtë me manipulime të kandidatët ku ka dominu PDK-ja, dhe të votat në mes të kandidatëve. Pa kandidatët PDK-s kanë pas më së shumë. Çka bën PDK-ja shumë ma herët, kur ka emru, ka shpall komuna të reja, ka zgjedh universitete, ka hap, ka rrojt pagan, pra zgjedh, dhe është një model që e ka aplikuar. Ato kanë qenë leqme. Që nuk ka qenë vendim i validshëm për ishtynë e kalëzat? Po këto janë shfrytzu në periudhave zgjedhore. Veç e kanë leqme. Është abuzim me resurse shtetërore kur për qëllimin fushatës zgjedhore në fund të zgjedhjeve. Dhe edhe tek qeveria me detyrë